Pra, të nderuar qytetar, të nderuar gazetar, të nderuar përfaqësues të mediave, po e fillojmë këtë preskonferencë edhe një herë me fitoren e madhe historike të shqiptarëve në komunën e Qashkës. Pra, prej sonte zoti Suat Shaqiri është kryetar i parë shqiptar në komunën e Qashkës. Gjithashtu, një nga risi derisa rezultatet po përpunohen, shkojmë në balotazh në komunën e Studeniqanit, me një epërsi të theksuar të kandidatit ton, jo përballë kandidatit të Vlenit, po përballë kandidatit të pavarur. Pra, në Studeniqan, zoti Ejup Abazi, kandidat i Aleancës Kombëtare për Integrim, do të jetë në balotazh me kandidatin e pavarur, zotin Azem Sadiku. Qofse më lejoni të bëj një përmbledhje të shkurtër deri tani të gjitha rezultateve të cilat janë përpunuar në shtabin qendror të Aleancës Kombëtare për Integrim. Pra, që në raundin e parë kemi fituar në këto komuna, pra gara është mbyllur në këto komuna. Në Gostivar me një epërsi 8 madhe, në Likov me një epërsi të madhe, në Qashk po ashtu, në Plasnic po ashtu. Duhet të theksojmë se në Vrapçisht jemi fitues absolut, por për fat të keq, VMRO DPMNE bashku me Vlenin kanë bojkotuar zgjedhjet në Vrapçisht dhe fatkeqësisht nuk është arritur cenzusi prej minimalisht 1/3 e daljes së votuesve në zgjedhje, me çka do të përsëriten zgjedhjet në komunën e Vrapçishtës. Po ajo edhe njerë që dua të theksoj është se zoti Sen Shabani është fitues absolut me numër të votave në Vrapçisht. Po ashtu, fitore absolute kemi edhe në komunën e Kumanovës, edhe për kandidat për kryetar komune, edhe në këshillin komunal jemi fitues absolut përballë Vlenit. Në balotazh apo në raundin e dytë shkojmë në komunat vijuese, në komunën e Kërçovës, në komunën e Strugës, në komunën e Studeniqanit, ashtu siç tha me kandidatin e pavarur, në komunën e Tetovës në balotazh, në komunën e Dollnenit në balotazh dhe në komunën e Haraqinës do të jemi në balotazh. Lejoni të theksoj se në nivel nacional Aleanca Kombëtare për Integrim është fitues absolut, si totali votave të mbledhura në nivel nacional. Dhe dallimi është mbi 20.000 vota i Aleancës Kombëtare për Integrim përballë Vlenit. Dhe sa përpunohen rezultatet, ky dallim thellohet edhe më tutje. Ju faleminderit. Po qituani Grajani, po qituani novinari, po qituani predstavnici na mediumit. Dozvolite ušte jednaš da istaknem дека u opština Čaška imame istorijski rezultat. Za prv pat ova opština ke bide predvodena od kandidatot na Nacionalната alijansa za integraciju. Isto tak, dozvolite najnovo da spodelam so vas дека во втор круг одиме и во општина Студениčani, но не со вреди, туку со независниот кандидат Азем Садик. Поточно, нашиот кандидат Ејуп Абази во општина Студениčani води спрема независниот кандидат Азем Садики, со кој нели ќе се тркат и во вториот изборен круг. Дозволете едно резиме од сето она што го истакнавме вечерва. Уште од првиот круг надпреварот е завршен. Имаме нови градоначалници од наши редови, од редовите на Националната алијанса за интеграција во следните општини: во Гостивар, во Липково, во Чешка, во Пласница. Дозволете да истакнам дека во Врапчиште сме апсолутен победник, но поради бойкотот од страна на ВМРО, ДПМНЕ и на вреди не е обезбеден цензус од најмалку 1/3 од гласачите што треба да излезат, и тука ќе има повторување на изборите. Исто така, апсолутен победник сме и во општина Куманово,
i za kandidati za gradonačelnik i za kandidati za sovjetnički list. Dozvolite da istaknem дека во втор изборен круг одиме во следниве општини. Во општина Кичево, во општина Струга, во општина Студеничани, во општина Тетово, во општина Долнени и во општина Арачиново. Исто така, сакаме да истакнеме дека на национално ниво Националната алијанса за интеграција е апсолутен победник со над 20.000 гласови, а што резултатите од тек што се преработуваат, оваа разлика може да биде уште подлабока во споредба со вреде. Ви благодарам. Само не. Nga balotazhi presim që qytetarët në mënyrë masive të mbështesin kandidatët e Aleancës Kombëtare për Integrim. Në shumicën e komunave jemi në epërsi, qoftë me kundër kandidat duke patur kandidatët e VMR-s, qoftë kandidatët pavarur. Pra, në shumicën e komunave mundem me thënë se nuk kemi përballë vlenin, po kemi o VMR-n o kandidatët e pavarur. Andaj besoj se qytetarët do të japin një mbështetje për të ruajtur këtë trend të raundit të parë zgjedhor, ku në gjithë këto komuna jemi në epërsi. Da, veke нашиот кандидат доктор Бујар Османи му честиташе на неговиот против кандидат. Тоа е волјата на граѓаните, тоа е пораката што стигна од Чаир. Но пак ќе повторам, на национално ниво, Националната алијанса за интеграција е апсолутен победник. Pra, sa I përket rezultatin në komunën e Çajirit, tashmë kandidati nga radhët e Aleancës Kombëtare për Integrim, Dr. Bujar Osmani, ja ka uruar fitoren kundër kandidatit të tij. Ky është rezultati zgjedhor. Ne respektojmë votën e qytetarëve, pavarësisht ndihmesës nga VMRO, DPMN, komunitetet tjera që kanë mbështetur zotin Mexhidi, megjithatë ky është vullneti I qytetarëve. Ndërsa në nivel nacional, po ashtu dua të ritheksoj se dallimi është mbi 20.000 vota dhe sa numërohen votat, thellohet ky dallim në favor të Aleancës Kombëtare për Integrim për të ardhur në ato nivele të zgjedhjeve parlamentare që I patëm para 16 muajve. Po, urdhënoj. Në Saraj, nepërsi është kandidati nga oponenti jonë politik, ende nuk kemi një rezultat final në shtabin qendror. Në ditët në vijem, më konkretisht, prej të nesërmes, me kohë dhe kumtojmë çfarë do lloji qëndrimi të Aleancës Kombëtare për Integrim. Jemi në rregull? Vërtet? Faleminderit. Pi vëllai.